ditën gjithmonë a keni pa tu e prezantu motin, po sot nuk kena me prezantu motin, po Sot jena për fest, se ka ditëlindjen njëri ndër artistët më të mirë që i kemi në vend, jemi në ditëlindjen e Butrin Timerit. fillimisht urime ditëlindja e Butrinit, shpresoj edhe 100 vite tjera plot dashuri, sukses, shëndet, lumturi. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohën jeni ardhur. Gjitha të mirat edhe për juve. Faleminderit. Po fillimisht deshta me të pyet si ka qenë Butrinti i vogël si fëmijë. Butrinti i vogël, ma shtrun këtë pyetje edhe ma herët. Butrinti qysh në moshën 8 vjeçare ka fillu me këngën e parë, edhe u kanë konstant në shkollë vallëzimit, 6 herë, 7 herë në javë, u kanë gjithmonë aktiv. E ka dash muzikën, e ka pas pasion, kështu çdo herë veç me muzikë është marrë. Pa, e keni ndonjë këngë preferuar të Butrintit që e ki ma për zemër? Unë e kam këngën që thom nëse ndonjëherë edhe në rast vdekje, me vdek vetë, shkoj me qatë këngë Lule Dashnisë, është kënga jam e preferume. Edhe pse tash gjatë albumit, kanë dalë edhe disa këngë që mu shumë po m'pëlqejnë i kam për zemër, sidomos këngat e dua, ama Lule Dashnisë është kënga jam pavarë, kështu që se ndrojmë duket me kur gjë hiç. Po, cila është një këshill që ta kërkon Butrinti pak më shpesh edhe juve si nën? Po që, Butrinti, mas pari, nuk vesh kur gjë, pa më thirë mam, çka me vesh mam? Që është këshilla mas shumë që lyp mendimin tem, mam qysh po thuti, çka me vesh që tu, qysh mi a bo që tu? Ama zakonisht është shumë i mirë se sidomos gjanat e mdhoja pa e pyet babin edhe mamin ai nuk i vendos. Po ne e dim që edhe kur je këngëtar ke ka gja punë edhe jashtë vendit e kështu atë merr mallin ndonjëherë edhe me pas e dim që jemi gjithë shumë të angazhuar sidomos kur merremi edhe me showbiz. Jo atë merr malli, po mu qaq merr malli për Butrintin ndonjëherë që teshave ti ju marrë, domethënë qaq mungon, kështu që çdo nane kupton këtë farë pjese. Ka pas kohë që sidomos gjatë kohës pandemisë s'ka mujt me arë me mujter edhe u ka një pjesë shumë e vështirë edhe për neve. Tash po mundohem ja kushtu ma shumë kohën edhe me arë të Butrinti këtu në fakt, se Butrinti shumicën e kohës rrinë Kosovë, e din krejt. Edhe tash po mundohem edhe na ja kushtu kohën edhe me arë ma shumë me ta me nejt, se ndoshta jam pak pishman për atë kohën e kalume që thëm ka ardhë si i ri, shumë vetëm ka në këtu në moshën 17 vjeçare, kanë vështirë për to, po tash po mundohem me nxon atë pjesën e kohës. Po, ai ka Butrinti një 2-3 vese që ka mbet prej fëmijë që e veçon diçka nga të tjerët. Po, saktë, e kom thonë edhe më duket ma herët me një intervistë ku jemi kanë, është tip perfeksionist, e kjo e bën ka një herë edhe që nuk knaqet me shkon i ndron për shembull outfitin e ndron 10 herë se nuk i përshtatet diçka dhe kthehet edhe thotë jo që kjo s'po m'pëlqen. Nuk ka shans me dal Butrinti me shku dikun, unë veç e pres kur të hapet edhe një herë dera dhe thotë që to po du me ndru se që kjo s'po m'pëlqen. Po për fonda e ki një urim për Butrintin? Po për Butrintin urimi jam i vetëm është me gjasë në një u kështu edhe urimi jam i vetëm është ajo është mbi të gjitha, do me thonë urimi mbi të gjitha, Butrinti me pas shëndetin, edhe pse ju rahatin, tash e ka kohën 30 vjetë sot. Sa me pyet na nusa diçka? Jo, edhe pse nështë ta qarkullon ndoj sen, po unë nuk e di. Ama unë tash mendoj që ka kohën tash më fokusu, më drejtu pak, me kriju familjen e vetë, besoj që ka punu mjaft për me orë tash deri te kjo pikë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Urime ditëlindja e Butrintit e djalit tanë edhe inshallah ka shumë suksese, shumë lumturi dhe shumë fatë në jetë. Faleminderit shumë zbashku me juve e me gjithë tjerët. Tregom çu shponi është sot për ditëlindjen e Butrintit. Shumë mirë, ekstrem mirë se po bën shpëton, edhe
kjo kënaqësi aq e madhe ka vlerat e sajna. Butrinte, tregom mas pari talentin, kush e ka zbulu në shpe? Kush e ka zbulu për juve që Butrinti është talent? Këto duhet me thonë diçka. Unë kom pas zgjedh dëshirë Butrinte me lu futbol. Sa në vetë kur kom qenë i ri kom lu futbol. Po nga dal, këtë talenti ti ka lind vetë prej tina. Mandej mame, gruaja ime Leria, që në shkollë të muzikës, që ka kry shkollë të muzikës në Gjermani, edhe në pjesë në Basel, edhe aty ka fillu mandenaj, ma mërmen kjo vetë ka zbulu talentin. Zakonisht kjo jeta artistave është shumë dinamike, për prindrit nuk është e lehtë. A u lazdru Butrinti kur u bo artista jo? Butrinti lazrum ka qenë që për fillimet. Po, atë lazrim lakon që ka pas Butrinti edhe sot që e ka pozitiv. Shumë. Është për neve, është në arsye madhe se Butrinti është shumë i thjeshtë. Është një djalë shoqëror, është një djalë familjar, është një djalë ku të shkon e bën atmosferë. Ti tregove veç anët e mira të Butrintit, tregom diçka ndaj vest Butrintit që nuk të pëlqen, që kishe dashur me ja ndryshue, prej vogël nuk e ka ndryshuar kurrë. Sinqerisht, drejt me tregue, unë Butrintin e ka ma shumë se djallë. Unë personalisht jem dy shok shumë të mirë. Domthonjë shumë diskutoj me zvete, shumë bisedoj me zvete, unë pyet për çka do, për gjithçka, po talent diçka që nuk më pëlqen të Butrinti, sinqerisht nuk kam. Nuk di se me pas diçka kisha tregue. Është pak shtu zonë e ngucë shumë lazdru. Masi e ngucë shumë, a jetu e ngucë edhe me gjetë na i qikë ma shpejt? Mja o pruni nusën shpe. Po qore, qikat e kanë gjetë Butrintin shumë. Po Butrinti ende nuk ka fati, këtu veç fati është. Ma mërmendat që tash ka ardhë koha, Butrinti me kriju familje. Edhe një urem për Butrintin, qka ju urën? Butrintit i uroj në vazhdim me të kështu si që është deri tash, me pas fatin, sukseset për të reguan, është shumë duke punu, bashkë me menaxherin e ti. Menaxheri ti, Denis Avdio, kemi fatin, edhe kemi fatin shumë të madhë, që Denis Avdio në kemi njohë para 12 vitë, më prej fillimit karrierës Butrintit. Edhe e kanë këtë rrugë deri këto, e kanë bëtë gjithës bashka. Jam shumë krenar me Butrintin, po jam shumë krenar dhe me Denisin edhe me krejt stafin e tyne. Se sinqerisht janë njerëz shumë të mirë. As nuk mirë me zgjanat këqija, çka është mas me rëndësia, janë drejt, janë korrekt, janë sinqert, punojnë gjithë, shumë punojnë. Cila është dhurata që sot ja keni bo Butrintit për ditëlindje? Që dhuratat nuk e kom shprej me i tregu, ka marrë dhurata shumë, sidomos për 30 vjetoren, por dhurata më e mirë është kjo tash për momentin që avë ndodhë, në barë. Shoqëria ti, stafi, media, është deri që tash është të shku gjithë shka në rregull, që ju falenderoj gjithë, juve si televizion, gjitha media tjera që janë këto, shpresoj ja u kthevesh me të mira dhe me gëzime. Edhe një pyetje kom për fond, Butrinti e ka lansu albumin e tij tash së fundmi, cila është kënga jote e preferuar e albumit? Këtu duhet me cek diçka. Butrinti këtu këngë që ka qitë deri tash ka punu shumë gjatë viteve. Mu më pëlqen kënga Alkoolit mas tepër, me që kom luftue me qitë para 2 viteve, para 1 vite. Po erdhë koha, kështu që kënga Alkoolit më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Shumë faleminderit, e sonte jemi për fest, kështu që të falenderoj shumë. Edhe në falenderoj juve shumë, e mirë se kena në shtëpinë tonë, e kënaqur. Butrin, përshëndetje dhe urime ditëlindja edhe 100. Urime Butrin, edhe 100. Faleminderit. Butrin, që shjesh, po kalon apo e shion këtë periudhën mas e ki lansu albumin? U knoqa, është momenti
Jam der momente më të mirë në ditën tim që kom përjetuar në herë. Qysh po një është sot me shoqëninë tonë me njerëzit e tu më të afër? Po knoqa. Çka po pret prej këtij viti? I ke bo 30 vjet, çka je tu prit? Shëndetin mas pare, me po shoqëninë tim, familjen tim mirë, edhe me vazhdu po muzikë të mirë. Sot pas ke shumë të ftum. A ki najtë ftume speciale, për shembull dikon prej Turqisë ose majkon? Nona tha inshallah këtë ditë butrinti me një nuse dhe familje. Çka po thute? A ka naj sana jo? Për momentin nuk ka nuse. Okej. E durata më e mirë për këtë ditje? Që janë njerëz më të afër që e kam këtu te unë në shtëpi. O prind, mami, babi, çka kanë bo dhurat për 30 vjetor? Shumë. Okej, tregona Punona e më dhurat vetë. normal. Nuk ka dhurat më të mirë. E kam seriozisht nuk është najgore. Po normal. Butrend, tregon prej albumit. Normal që ti don krej këngët e tua që i ke publiku. Po cila është se krejt të pysit cila këngë ka preferuar. Unë po të pyes cila një këngë që ti s'ke dashur me publiku. Që s'ka gjit pak. Një këngë që s'kum dash me lancu në album. Me të kazu drejt, çdo këngë që është aty u bo me dëshirën tem, se ku më one. Ani, a ka naj dedikim a diçka joa? Dedikim, nuk ka dedikim. Po ka një moment që unë kum përjetu njëtën tem, edhe kum shprejnë muzikë, kum shprejnë bezo, a kuptën? Cila është ajo? është të dua, se pranë është të humba. Kujti thot butrinti meri të dua. A naj... Budrinti po din shumë mirë me ikë pi pyetjes. Po din se për mirë me ikë pi pyetjes. Po ti të dua kujt i thu për një mend. A bajta... Nonës tem. Nonës tone. Okej, ko ka dedikim për mamin, pra. Okej, da. Edhe u këm da qëtë një kanë të dua. Butrint, tregona, a ka me pas tash verës në i bashkëpunim me dikon, me nëj artist, a ki me bo nëj projektëri, apo këtu këngët e albumit kanë qenë mjaftueshëm për këtë verë? Këngë ka më pas sigurisht, nuk më nalu. Nuk e di për bashkëpunim, nuk kam planer kur gjo, po... Kënë e kishe ftu për bashkëpunim ti, sot, shto? Do të gjoni vlovën tam, veç. Jena me Denisën edhe me Don Gjonin me dy shokët më të mirë butrintit. Çfarë urimi keni sonte për butrintin djem? Unë thash edhe më herët një intervistë tjetër, inshallah martuese. E ti kur ki mu martu? Fill mas butrintit, edhe mas Denisit. Se s'po po është i pari mjallë shumë as në i rrugën butrintit. Ja, butrinti ka albumin i pari, unë e 100%, unë e kur të martuena. Kur të martuena krejt. Unë e vullu, si alo vullu. So klikime du të mi marë 100% për mu martu Don Gjoni? Drejtër, përqishë të sa. Krejt albumi për me nëna veç na i kongë. Veqes ma pak, Boston, se veç ditën e pari ka bu dikon 10 milion, 8 milion e diqka. Po thëm 200 milion se më rrijet shumë shpejt edhe po kam qef me po të martu. Te krejt femna që adin kështu të kanë dojnë edhe në lajme nuk jonë konë shqiptare, veç ruse edhe një modeli as për të përqej shqiptare ta. Se di, unë edhe anglisht kur të vulli e kam broken English. Po dyqysh merë në avesh me kalaj me të, se sa me shqiptare. E qysh po thu që kime përfundu me një t'jashtit, jo me një shqiptare? Jo, ka dalë se. A dyqysh mu ka këllit drejtër me nërvur. Shfar presion, ja. Presion, jetu mo shumë presion. Jo, nuk diskutohet. Me shqiptare 100% se më tranan momi. E qëfar që e ka Don Gjoni për femna, qëfar duhet me pa qaj e femna që për adin që tua që kjo? Jam in the middle, sometimes I like blonde, sometimes... E qëtash ma ka blonda, ka blondinat? Qëtash se di, jam pak nuk e di. Don Gjoni, Denis, një urim për butrintin, edhe të regona diçka për butrintin që se din publiko. Një urim për butrintin, fjallët ma të mira, që u shta edhe Gjoni syla. Inshallah martuhet ma shpejt
Se kena presion mu martu krejt. Familjarisht, unë e syla, budrinti krejt. Krejtat mirat, as kam qashtu jasun ma shumë se drejtori. Veç shnet, Tjera t'i bojmë vetë. Ai bashkëpunim me Butrinten. Në albumin e dytë besoj. Okej, e që të verë, ke qitë albumin. Qa këna me prit tjetër prej Don Gjoni? Nuk e di, unë e di që vish paraqitjet publike do më thonë se naja ose kështu kanë me ko ekskluziv, shumë ekskluziv. Që to di, për tjerat e kanë Denisin, e kanë drejtorin, përgjigjen e kë. Don Gjon, cila o konga jote e preferu me albumin? 100%, edhe jam lidh me Denisin edhe kam me fitu Bostin. Jemi këtu edhe me Jetmir Agaj, ku ka marrë pjesë në eventin edhe në ditëlindjen e Butrin Timerit, edhe për të pyesim edhe Jetmirin se çfarë urimi ki për Butrin Timerin si shoki jote. Mirë mama, Butrinit jo dëshiroj gjithat mirat njetë, shfrytëzoj osin edhe me aru ditëlindjen, po edhe me uru për albumin edhe për ndomin e çmimit, që ka qenë lajmi më i bojshëm kohët e fundit media tona, edhe e përgëzoj si Butrindin, si ekipin e ti. Unë i kom edhe meq tash e disa vite, edhe jo një ekip jashtëzakonisht profesional, edhe shfrytëzoj rastin me auru gjithë mira dhe suksese në vazhdim. Butrinti ka publiku albumin edhe albumi ka bo shumë buj, po ti si menaxher i artistave, të themi, çush e vlerëson albumin e Butrintit, se ti e sheh me një sy ma ndryshe se na publiku? Unë e vlerësoj shumë se ceka që Butrintin edhe ekipin e tij kena tash e disa vite meq dhe bashkëpunojmë, që pjesa e albumit ju në edhe disa prej projekte prodhimi studios tonë, producentit tem Qeli Klipa, edhe Butrinti është një super punëtor, një super djallë edhe e vlerësoj edhe për bashkëpunimin që e kanë me vite ndër neve, se normal e përgjithësia një artist si Butrinti me ta besu edhe pjesën e produksionit, po mas shumë ti e përgëzoj që e ka bo edhe këndomin e çmimit, se u tregu me normat që duhet edhe dikon publik mi gëzu, mi shpërbly, që shumicën e media kena po dhe media online spekulime çmimi, apo jep, as me jep, po uroj që edhe mas Butrindit me e bo dikush tjetër, se kjo të tregon që një artist duhet mi vlerësu publikin, se pa publik nuk je shumë i rëndësishëm. Nëse e vlerëson publikin që ajo ka të mund tash e disa vite, e për këtë gjest i dho respekt Butrindit edhe Denisit menaxhmentit. Kam dy fituesit e çmimit të madh që ju ka dhuruar Butrin Timeri. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndiheni që fitut këtë çmimin e madh? Emocione shumë, falënderit shumë pi publikës, pi krejtve, edhe pi lullëzim jashore që na kanë përkrahur deri pikën e fundit, po pi kejtve, pi Big Brother, pi VIP që na kanë përkrahur. Zoti i rujt e ja knoç zemrën që ma ka knoç mu zemrën. A e keni prit krejt këtë përkraje prej publikut, prej fansave t'ju, prej njerëzve që ju ndjekën në TikTok? Paga shumë po, paga shumë e kena prit. Nuk kom mujt me pritën halo, nuk e kom ditët që qika shumë ka me bë bujt, po e kom shu edhe me lejon e Allahut, inshallah e fitoj edhe këto ëndrat e mia, po në realitet me qenë një firmë zemën, e doshti Zoti e fitu, e tash ta shohim. Sa mendoni që kanë mja ndryshu jetën këto pare që i keni marrë? Besoj që shumë ka më na ndryshu jetën, kanë më na ndryshu për mirë, se unë e punoj ndërtimtari, me këto mu ma mundëson një tarme për fëmijët e me ma të mirë edhe për nusën temë. Për ju sa mendoni që kanë ju ndihmu këto? Njëjtë jam me pajtimin e Bleonit. Apo më tregoni pak, a e keni pas konkurrencën e fort, a e keni pas ndaj moment ku keni thonë nështë na nuk kemi me fitu? Po, ka pas shumë intriga ka pasën, po pas shumë konkurrencë fort, po kursin a nalën.
Besa që pi 7 dhe 5 kum punue, të ditën punë va ushtell, jum kthye, kom nej pa gjumë, me kopi live kum kërkum vështetje, e faleminderit, çdo ditë i kom pas 415.000 veta në live. Në TikTok, faleminderit shumë për respektin që ma ka dhonë, për dashni që ma ka dhonë, inshallah më rezon, tonat mira se cili shqiptar që ma ka dhonë, edhe ata që s'ma ka dhonë, apet do të më vdashën me njëri tjetër, nuk bo me pos përqore, se jena shqiptar. Mjejt. Unë e kom vendosë ma pak me posë. Okej, sot Butrintje ka ditëlindje, një urim prej juve për Butrintjen. Inshallah edhe 100 tjera, bashkë me familja dhe inshallah më karrierë ka veç sukses. Inshallah, Zoti ja falë jetën, ja bën ma të mirë se sa që e ka. Për fund një mesazh për krejt shqiptarët që ju kanë bërë kënaqur. I falenderoj shumë i falenderoj. Fjalët janë shumë jam emocionum që më kam pru për këtë fitore, nuk di që me përshkruje këto. Inshallah kanë shnetë dhe lumturi. E falenderoj shumë për përkrajen. Inshallah Zoti ja falë shnetën, lumturin tona ata që na kanë përkrahur. Shumë. Gëzoft jeta. A pithu Butrindit në isar për album se pjace i betën? Them, jam e gëzdushme për ta jetë. Mas të këmë po ty. Është edhe unë ju mundu kur mështë me ta prish.